Prej 4 ditësh banorët e fshatit Boriqi Vogël në Malësi të Madhe vijojnë të jenë pa energji elektrike. Kjo situatë ka shkaktuar dëme të konsiderueshme ekonomike për rreth 80 familje të zonës, të cilët pavarësisht ankesave të përsëritura nuk kanë marrë një zgjidhje nga autoritetet përkatëse. Banorët shprehen se mungesa e energjisë është një problem që përsëritet prej vitesh, ndërkohë që theksojnë se detyrimet financiare ndaj OSHE i shlyen rregullisht. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për rikthim të energjisë dhe investime në përmirësimin e rrjetit elektrik që sa kushtet atmosferike të motit me shi dhe erë përfshin territorin, ato zhytën e errësirë. 4 ditë jena pa drita. I thonë 4 ditë, tonë që kanë frigorifera të menë, janë prishëtire. Ka shpisi mund të ketë 10.000 lek, ka shpisi që ka 1.000.000 lek në frigorifera. Një. E dyta, a i drejtori, unë nuk e njëf, e rujtë zoti, por për menimin tem, ka vu njerës paftë. Se për 4 ditë me më qu mu, si nuk e njef ka bjen elektriciteti, kisha ditë me lidhë. Me më qu mu, a i ka qu njës po aftë, e dinaj. E treta, luft, a ka ba lufta disa vene, edhe bjen një bomba diqa në elektricitet, nuk rinë 2 ditë, pa drita. I bajnë, na 4 ditë në pache, kja typ edhe faqe gjithë. Mungesa e dritave është shumë problem, nuk është për 4 ditë, por kjo ankesë vazhdon tash 3-4 vjetë, sa është hera parë si vinë gazetarët këto. Na kena probleme edhe ma për para, kena pas edhe kena. Sepse zona e Malësisë Madhe, thot, nuk merrna me ju. Shkodras na bjen mrapan, shihni vetë. Unë jam punëtor, jam pa punë, se pronari ka mbyll punën. Nuk është thjesht dhe puna e fshatarëve, po dhe bizneset, tana bizneset në qëtëjt vjetër, qëtoj 3, si po shihni edhe vetë janë mëllën, është shumë problemi madhë. Çdo herë edhe pa rreshje, edhe një kohë si është ka ndryshon pak fiken dritat, me ka 2-3 saat, 5 saat. Ka 4-5 vitesh me këto ankesë më lagja jonë. Kjo nuk është shtëpi për nishin shtëpi. Nevoj kana për dita ku nuk e ku parkoni celular, kjo rrezik i madh. Ty kanë pas vërtetën rregull ton popull shqiptarën, na i kanë me Shkodrën, po banojnë Malësi të Madhe. Po kush mrapa shumë vjen. I paguaj 100%, drita s'kena, kur s'ke drita na s'kem as ujë, se punojmë me pompa, punojmë me këto ujë, shumica Kosovës na ka ardhur as ujë të tishëm. Na diskutojmë vizion elementare, me thonë që është, derisa ja paguajmë shtetit, me thonë shtetë edhe me kanë pa shtet jashtë makes, s'duhet me kanë jashtë edhe njëto. I drejtojnë na bashkisë, i drejtojnë na shtetit, shtetë s'ka, bashki s'ka, për ne është me zero. Thuaj se në pjesën më të madhe të qarkut të Shkodrës mungesa energjisë elektrike gjatë këtyre ditëve ka qenë e vazhdueshme. Një pjesë e madhe e rrethinave, një zonë e tërë në Malësi të Madhe, përfshirë dhe fshatrat e Dugaxhinit, janë pa energji elektrike. OSHE ka bërë me dije se defektet në terren janë të shumta dhe po kryen riparimet e tyre përmes punojësve që ndollen të shpërndar në terren. Qarku i Shkodrës prej vitesh përballet me këtë situatë ku rrjeti amortizuar është një ndër shqetësimet kryesore dhe me gjithë premtimet e vazhdueshme, investimet reale kanë munguar.